Ministrat ndërrohen, drejtorët ndërrohen, kurse statusi i infermierëve dhe personelit teknik nuk zgjidhet për dekada me radhë. Të revoltuar nga kjo gjendje që zgjat me vite, infermierët në Spitalin Klinik të Tetovës dolën në protestë. Krahas që nuk e kanë të zgjidhur statusin e tyre, ata që 3 muaj nuk kanë marrë rroga. Gjatë protestës, ata mbanin mbishkrime ku thuaj se nuk kërkojnë lëmosh, por vendime pune dhe paga. Unë jam 9 vjet për 10 vjet me kontratë në vepër, 4 vjet kam qenë veç pa kontratë, pa rrogë, pa kur gjë, që tash me kontrata, ma që tash s'kemi as kontrata as kur. Po, kanë kontribuar dhe kolegët tjera, ma të njëjtët probleme, vazhdoj. Nëse nuk zgjedhet statusi, do të vazhdoj. Nuk kemi zgjedhje, presim, ministrat ndrohen, drejtorat ndrohen, neve nuk na hapin asnjë informat. Qëndronim vendin e punës, do të krihet, ama kur do të krihet, atë nuk e di. Që një vjet jom pa rrogë, pa vendime, pa kontrat, pa kunise. Një vjet kom pat kontrat, shtaj nuk kom as nise. Mëse lëshoj një vendin e punës. Na kanë thënë pa rroga, pa kunise. Dihen shkaqet e protestës. Vendime pune, kontributet e papaguara, që 6 vite punem kështu, në njëjtën mënyrë. Për 3 shkak. Me këto probleme përballen mbi 100 infermiere dhe personel mjekësor, të cilët pas protestës në ambientet e Spitalit Klinik të Tetovës realizuan një takim me drejtorin Agim Berisha. E kam një vërejtje ndaj jush, se është dash grup që doni të bëni protest, vini te unë të sqarojmë çështjet, edhe pse i kam informu vazhdimisht unë motrat kryesore se bëjmë përpjekje, mund t'i shohim edhe emailët që i kemi bën kërkesat vazhdimisht. Po nuk kemi has hala në përgjigje duhur. Kjo është problemi. Duhet nëpërmjet ministrisë zgjidhen, jo nëpërmjet meje. Ne do të bëjmë kërkesë, nuk kemi bërë deri tash, çashtu ka qenë ajo me vazhdimisht ka qenë çashtu. Prej 13 vjetë, ka anë për 13 vjetë, domethënë prej 13 vite vazhdohet kështu. Unë besoj që kjo qeveria ka marrë hapa që bëjë edhe punësimin e gjithë këtyre personelit mjekësor. Kryesisht se kjo është shumë ma me rëndësi personeli mjekësor se mbi e puna shemë, pinë repartet pa mjek, pa personel mjekësor, se nuk baret veç për mjekut, për duhet edhe për motrave, për teknikeve. Edhe pse gjatë tërë kohës kishte premtime se problemi i këtyre infermierëve do të zgjidhet që në fillim të muajit prill, megjithatë ende nuk ka asgjë konkrete përveç premtimeve. Rikujtojmë se pjesa më e madhe e këtyre infermierëve kanë punuar edhe gjatë kohës së pandemisë, duke u dalë në ndihmë pacientëve.